do t'jetë një javë shumë e nxehtë. Java e fundit e qershorit ka rezervuar që të kemi vizitë të masave ajrore me origjinë afrikane, të cilat do deportojnë sonte gjatë natës, edhe pse sot ka qenë pak freskë, duke qenë edhe prezenca e erës, termometri sot regjistron 34-35 gradë, duke filluar që nga dita e martë deportojnë masat e nxehta afrikane drejt Ballkanit për të sjellë një mot të kthjellët pothuajse në të gjithë Ballkanin dhe në Shqipëri, dhe temperatura mjaft të larta. Parashikohet që dita e njëjtë dhe dita e premte të jenë dy ditët më të nxehta të qershorit. Presim që termometri në disa zona të izoluara t'i afrohet vlerës 40 gradë, kryesisht në qarkun e Elbasanit, do t'jetë Berati, do jenë zonat e Bishkodrës, ku në Koplik presin temperatura mjaft të larta. Shumë qytete të zonës së ulës, përfshirë dhe kryeqytetin Tirana, do regjistrojnë 37-38 gradë, rreth vlerës 36 gradë, 35 gradë do t'jetë vija bregdetare. Madje presim temperatura mbi 30 gradë edhe në zonat malore, edhe në Peshkopi, në Kukës apo në Has. Një javë mjaft e nxehtë nga e hëna deri në të diel. Ditët më të nxehta e njëjta dhe e premtja ka një tendencë rënje në fundjavë, por rënja do të jetë shumë e lehtë, në disa zona me 1 gradë, në disa zona vetëm 1/2 gradë, duke bërë që të mos ndjehet shumë freskët, sepse maksimumi në rang territori nga 39-40 zbret në 38 dhe sërish është një temperaturë mjaft e lartë. Parashikoj që dita e premte të sjellë në skajin veri lindje, rrebeshe, shiu afat shkurtra, pra vetëm për disa minuta, dhe më pas na pret që ky qershor të mbyllet me temperatura mjaft të larta, i parashikuar në fakt edhe më herët që do të ishte një ndër qershorët më të nxehtë në histori. Kjo për shkak se temperaturat, nëse do flisnin për vlera normale, duhet ishin jo më shumë se 30 apo 31 gradë, madje në shumë qytete do të jenë 10 gradë më të larta se ç'duhet të jenë, duke i krahasuar këto me vlerat mesatare shumë vjeçare. Flasim për temperatura të matura në hije, që do të thotë në diell apo në ambiente të zhveshura, temperatura ose termometri të paktën trupi ose organizmi ynë ndjen edhe 4 apo 5 gradë më shumë. Nëse flasim për 40 gradë në Kuçov, do të ndjehet si 43 apo 44 ajo temperatura dhe ndjesia që jep organizmi njeriu.